Alketa Vejsiu apo Olsa Muhameti, kush mendoni se e fitoi debatin virtual? Alketa Vejsiu, e pyetur në rrjetet e saj sociale lidhur me Big Brother VIP Kosovën, u shpreh me tone paksa të ashpra për këtë format. Ajo e cilësoi këtë format si një format i cili ka kaluar çdo limit etik dhe se nuk është kurrësi e gatshme të pranojë që në televizion të shfaqen pamje të cilat janë plus 18. Në përgjigje të këtyre kritikave, producentja Big Brother VIP Kosovës Olsa Muhameti e cilësoi Alketa Vejsiun si mbretëreshën e programeve të vyshkura, arkaike dhe falco. Ndër të tjera, ajo i tha se të sfidoj, por kam frikë se mos do humbashte si përpara disa viteve. Dhe këtu e kishte fjalën pikërisht për programin Përputhen dhe Love Story, ku ishin dy programe paksa të ngjashëm me njëri tjetrin. Kur një ndjekës i kërkoi Alketa Vejsiut opinionin e saj mbi reagimin e Olsa Muhametit, Alketa tha se aja dhe oja nuk përputhen. Pra, Alketa Vejsiu dhe Olsa Muhameti nuk përputhen. A mendoni se ndonjëra prej tyre e ktheu debatin personal? Komentoni më poshtë.